5 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, partitë politike ende nuk i shpalosin emrat për kryetar komunash. Në VMRO DPMN ende po vjen procesi i sondazhit për kandidatët e mundshëm, ndërsa siç kumtoi ministri për transformim digjital Stefan Andonovski, me një pjesë të kandidatëve do dalin deri në fund të muajit, ndërsa për qytetin e Shkupit do të dihet më vonë. Megjithatë, siç thot, kandidati do të jetë nga radhat partijake, për dallim nga zgjedhjet paraprake kur dolën me Daniel Arsoskën si kandidat mbipartijak. Ende jo zyrtarisht kalkulohet me emrat si ministri i veçërisës lokale Zlatko Perinski, kryetari i Kisallavodës Orsi Gjergjevski, por edhe ish kryetari në Shkupit Goce Trajanovski. Odluke ќе биде во втората половина на мај за определени општини каде што веќе тоа е кристално јасно. Голем дел од постоечките градоначалници ќе трчаат и за втор пат, така што сметам дека имаме одлична енергија внатре во рамки на партијата. Името за град Скопје очекувам да дојде во текот на летото, иако постојат јавно се познати дел од имињата кои што дајаат од ВМРО ДПМН, има и други заинтересирани, така што се анкетираат во моментот и очекувам дека во средината на летото ќе имаме резултати. Situata është e ngjashme edhe në LSDM. Një pjesë e emrave të kandidatëve tashmë po përmenden në opinion dhe siç theksoi Martin Kostovski në Daily Click të televizionit 21, procedura e brendshme partijake ende po vjen, por nuk mund t'i kumtojnë emrat. Për më tepër, LSDM ka publikuar një shpallje për vetë kandidim për kryetar komunash. Siç tregoi Kostovski, kandidati për qytetin e Shkupit me shumë gjasa do të bëhet i ditur deri në fund të muajit të ardhshëm. Dihet se si favorit brenda LSDM-s janë profesori i Fakultetit të Arkitekturës Mishko Ralev dhe ish drejtori i Kopshtit Zoologjik Gjorgji Galetanovski. И анкетите, сондирањата, мерењето на јавното мислење, бидејќи е најбитно да ги најдеме најпозитивните кадровски решенија кои што може да ги понудиме на предстојните локални избори. Станува збор за два прекрасни поединци кои што било кој од нив да биде кандидиран, не се сомневам дека многу подобро, на многу позавидно ниво, многу поуспешно ќе го менаџира главниот град. Edhe për bllokun shqiptar tashmë janë përmendur disa emra. Për Tetovën, ku pritet të jetë gara më ashpër, spekulohet se sërish do të propozohet Bilat Kasami nga koalicioni Vlen, ndërsa nga fronti evropian përmenden Ilir Demiri, Faton Ahmeti dhe Bajram Rexhepi. Jo zyrtarisht është e mundur që Alianca për Shqiptarët e Taravarit të dalë me kandidat për Tetovën, ndërsa nga kjo parti për Gostivarin përmendet emri Valbon Limanit.